Pas një dekade në pasiguri ligjore, banorët e një pallati në rrugën e Shtrausit në Lezhë kanë marrë më në fund certifikatet e legalizimit të apartamentet të tyre. Objekti ndërtuar nga një firmë që falimentoi para përfundimit të punimeve u mbarua nga vetëblerësit, të cilët për vite me radhë nuk figuronin si pronar ligjor, dhe falë mbenguljes së banorëve, mbështetjes së Bashkisë Lezhë dhe dakordësisë dhënë nga vetë ndërtuesi, Agjencia Shtetërore Kadastres në Lezhë ka finalizuar procesin e legalizimit dhe ka shpërndarë certifikatet përkatëse. Kryebashkiaku Pierre Indreu e cilësoi këtë proces si një akt drejtësie ndaj qytetarëve që për vite të tëra kishin investuar në banesat e tyre pa pasur dokument pronësie. Disa ankesa që ka marrë të tërzeri dhe prej jush dhe prej disa emigrantëve që kanë banesat e të pallati, pas një historie të komplikuar me historinë e bërjes pallatit, të lezë shfrytëzimit, të një marrëdhënie shumë me hije, por që në fakt kostot ranë mbi banorët në mënyrë pa drejtë. Në fund ne kemi konkluduar dhe ASHK-ja dhe me ndërmjetësimin tonë ka kryer procedurat dhe ka nxjerrë lejet e titullit të pronësisë për gjithë banesat që janë aty. Pra 44 banesa, 44 familje që marrin leje. Janë edhe njësitë e shërbimit. Janë disa që nuk identifikohen sipas dhënave që kemi ne, nuk dihet se kush qysh tek. Megjithatë është një premtim që unë ja kam dhënë. Pallati ka qenë pa aplikuar. Në momentin ku më thotë që dokumentat janë plota apo si bën ASHK-ja, ne verifikojmë që si është aplikuar pallati fare. Në ASHK. Na është desh që të ndërhyjmë edhe ne që ta bëjmë të mundur për efekt banorëve se pak a shumë një histori e cila duhet zgjidhur. Që t'jemi të qartë. Dikujt nuk i pëlqen kjo gjua drejt për drejt e ime, po unë kam bërë kompromis që duhet me tregu njerëzve atë që është, jo atë që kanë mend disa. Dakor? Që fakti që jemi sot i mbyllën gjithë kapitujt e historive, fakti që jemi sot tu, jemi me titull të pronësive të bëra për gjithë, pra nuk ka më histori. Administratori i firmës ndërtuese dha miratimin që objekti kalonte në pronësi të banorëve duke mundësuar vijimin e procedurave ligjore. Ky është vetëm një nga rastet e zgjidhura, ndërsa dy pallatet e tjera shumë kaq në Lezhë vazhdojnë të kenë një problematik që po i trajtohet në vijim.